pak mbrapa, unë e kuptoj që e ke për të mbrojtur atë që thua ti nuk funksionon që në vetëm një sekondë lutem se ja kam ndërprer Ermali 2-3 herë dhe pastaj e vazhdojmë se kemi kohë. Ermal, tani si fillimisht, unë nëse më ndojshë në hyrje, unë nxora pak dhe deklaratën e zotit Rama, ku në fjalimin e tij thot edhe ju drejtohem 800.000 personave cilët më kanë votuar dhe ku në mesin e tyre janë edhe Flamingo, ndërkohë thot jam keq kuptuar, thot se kjo kontratë, kjo dokument, kjo bezë nuk është për ata të gjithë në shesh. Unë e kam pak të paqartë, për kë e ka besën zoti Rama? Unë do të shpjegoj edhe me kë e ka lidhur besën zoti Rama. Ma shpjego. Dhe do të shpjegoj edhe mënyrën se si ai po tenton edhe të krijoj një diversion nëpërmjet opinionit publik, nëpërmjet komunikimit që është një nga armat e tij më të forta në fakt. Çfarë është kontrata sociale? Ne dy vim nga shkencat sociale e di mirë që qytetari respekton ligjin dhe shteti respekton dhe jep të drejtat themelore qytetarit, cilë është siguria, drejtësia dhe konstitucionalizmi. Po. Kështu që në këtë kontekst kjo është mjaft e thjeshtë. Pra, çfarë thot ky te dokumenti? Nga mungesa thot te cilësia. Janë vetëm lojra fjalësh. Po të shikosh nga mungesat e cilësia këtu nuk është se ne po vuajmë nga mungesat e shërbimeve, apo ne po vuajmë sepse shteti nuk funksionon gati, po të them si një mekanizëm personal dhe nuk ka as institucione dhe as instanca të ketë një mekanizëm që ta vetë kontrolloj. Aty s'ka asgjë që e mund garantoj diçka ndryshe, ma shpjego pa. Sepse zoti Rama do me thënë, një herë sillet si i majt, njërë sillet si djath, njërë sillet si i qendrës. Aty si sillet? Hajde s'ka zota marri vesh. Tani thot, nga shteti që ndërton shtetin që të kujdeset. Kjo është doktrinë e majt në thelb. Më thënë, por zoti Rama sa vjen e centralizon më shumë pushtetin. Pra, në qofse ne shikojmë në doktrinat ideologjike, në fakt, e gjithë kjo çfarë thot zoti Rama, pra, besimi si kapital i ri kombëtar. Çfarë në kupton? Kjo është gati një doktrinë majtiste, populiste. Se në një njeri që ka gjithë pushtetin... Partia Socialiste është parti... Nuk qëndron asnjë gjë, sepse vetë zoti Rama nuk ka udhëhequr një reform të majtë. Mund të ulesh dhe të pyesësh, këdo nuk kam, këdoj në doktrinë... Mos do shta është momenti për të ndryshuar, për të reflektuar. Nuk ndryshon dhe nuk reflekton, nuk ndryshon dhe nuk reflekton, sepse zoti Rama nuk shikon më kundërshtar, por ka vetëm frikën e spakut sot. Pra, edhe klasa politike... Ekziston një parti demokratike, ekziston parti të reja opozitare, po ashtu po. Do të vi dhe tek partit opozitare. Tjetër, çfarë ka aty? Tani, është një dogmatike që është 4 fazat e shtetëndërtimit evropian. Ne e dim mjaft mirë që në Bashkimi Evropian funksionon me teorinë e Ricardos, që është teori ekonomike, që zhduken pikat e dobta dhe forcojnë pikat e forta. Neve sot, unë nuk e di, do me thënë, përveç për arsye geopolitike që mund na bëj pjesë Europa, ne nuk kemi çfarë i ofrojmë Europës. Ne dhe atë bujqësi që kishim e shkatruam. Turizmin, ne po të shohim, nuk kemi infrastrukturë, duhet të hapim syt që nuk po largohen turistët nga rivjut. Turistët largohen se këtu nuk ka infrastrukturë, këtu nuk ka kushte dhe nuk ka një bashkëveprim të mirë të institucioneve, këtu nuk ka infrastrukturë, dhe kur flas infrastrukturë, them porte, investime që t'ja mundsoj turistëve dhe mos t'ja ndërlikoj, transporti publik dhe të gjitha. Pra nuk largohen turistët nga çmimet, nga euro që ka vajtur, se si mund t'ja shpjegosh të një qytetari gjerman që vjen me euro këtu dhe i thua ti që leku jot aty në Gjermani, ne e kemi më të fortë. Nuk ja shpjegon dot, nuk do ta besoj ai.